përse ndërtimi i aeroportit të Vlorës shkakton debate për mjedisin. Aeroporti i Vlorës, një investim për 140 milion eurosh, është një nga projektet më të diskutuar në vitet e fundit. Qeveria Rama e ka miratuar, por jo të gjithë janë dakord. Disa organizata mjedisore dhe shoqata civile kanë kundërshtuar ndërtimin, duke paralemëruar përdëme të pariparueshme ndaj natyrës. Ndërtimi do të bëhet në zonën e mbrojtur Vjos-Nart, një nga lagunat më të mëdha të Mesdheut dhe shtëpi për qindra specie shpendësh. Ambientalistët kanë ngritur padi për pavlefshmërinë e kontratës administrative dhe shfuqizimin e deklaratës mjedisore numër 55 fraksion 2021 dhe vendimit numër 4 2021 të Këshillit Kombëtar të Territorit. Çështja endet gjykatave për 3 vite, ku paditësit pretendojnë se ndërtimi shkel ligjet për mjedisin, ndërsa institucionet shtetërore nuk u njohin legjitimitetin shoqatave për të ngritur padin. Ndërtimi i aeroportit të Vlorës mbetet një debat i hapur, ndërsa laguna e Vjos-Nartës dhe biodiversiteti i saj janë në rrezik.